Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ndonë se ka ofruar dorëheqjen, në një shkrim të fundit la të kuptoj se do të jetë ende kryetare edhe pas mbledhjes së kuvendit të partisë, i cili duhet të votojë për ose kundër. Avokati Besnik Berisha i ka reaguar Abdigjikut, e cili sipas tij pas ka ndarë LDK në të vjetër dhe të rinj. Berisha i kërkoi më mirë të ndalë gojën e të kontrollojë dorën, që nga ndalë LDK-ja në të vjetër e të rinj. Lumiri partia sërish e përmendi dorëheqjen, sot po paralajmëron fshes për të vjetrit. Pra, ose u pendu ose e kuptoi që kuvendi s'ia pranon, sepse ka punu fort këto ditë dhe e ka mbush me duar trokitës. Por një gjë është e qartë, LDK-ja nuk shërohet duke u përçarë. Nuk ndërtohet reforma duke e kthy partinë në luftë të brendshme. Nuk udhëhiqet LDK-ja me kërcënime, me lista e mes pastrime. LDK-ja nuk e shpron e askujt, as e të vjetërve, as e të rinjve dhe as e Lumirit. Këshilla ime për Lumirin është: mirë do ishte me ndale gojën e me kontrollu dorën. LDK-ja është më e madhe se ambicia e kujtdoj që dështimin e shpërndante kantarësia e meritat ja atribuan vetes. Mos ta harrojmë, kur kryetari fillon me i trajtu njerëzit si pengesa, partia fillon me i humb të gjithë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka bërë të ditur se do ta ofrojë dorëheqjen e tij në kuvendin e partisë, i cili pritet të mbahet së shpejti, ndërsa vendimi për pranimin ose jo të saj do të merret përmes votës së delegatëve. Këto deklarata Abdigjiku i bëri pas një mbledhjeje disa orëshe, të mbajtur të martën me bashkëpunëtorët e tij në selin qendrore të LDK-s. Ai theksoi se ofrimi i dorëheqjes është pjesë e një procesi demokratik dhe se kuvendi i LDK-s është organi vetëm që ka kompetencën të vendosë për këtë çështje. Abdigjiku tha gjithashtu se çdo antar i LDK-s ka të drejtë të kandidojë individualisht për postin e kryetarit, duke nënvizuar se partia mbetet e bashkuar dhe se të gjitha vendimet do të formalizohen përmes organeve partijake. Abdigjiku sqaroi se takimi i së martës ka qenë jo formal, ndërsa mbledhja e parë formale do të jetë ajo e kryesisë së LDK-s, e cila pritet të mbahet javën e ardhshme. Pas saj do të thirret edhe kuvendi i partisë. LDK-ja është unike dhe e bashkuar, çështjet shtrohen në konsultime të tilla dhe më pas formalizohen në organet partijake. Takimi vetëm formal është ai i kryesisë, që pritet të mbahet javën e ardhshme, ndërsa pas saj do të mbahet kuvendi i LDK-s, deklaroi Abdigjiku. Ai shtoi se nëse kuvendi i LDK-s nuk e pranon dorëheqjen, ai do të jetë i obliguar të vazhdojë detyrën e kryetarit, duke theksuar se shmangja nga vendimi i antarësisë do të ishte e papërgjegjshme. Çdo vendim që do të merret do të jetë vendim i përbashkët dhe në përputhje me vullnetin e kuvendit të LDK-s, u shpreh ai. LDK-ja në zgjedhjet e 28 dhjetorit regjistroi një nga rezultatet më të dobta në historinë e saj, duke u renditur e treta me 13.23% të votave. Lidhur me deklaratën e Abdigjikut se ai do të jap dorëheqjen në kuvendin e partisë, ish deputeti i LDK-s Adem Saliej shprehet kritik tepër i ashpër. Ai ka thënë se vendosja e dorëheqjes në votim në kuvend është e paprecedent dhe në kundërshtim me parimet politike. Sipas ish deputetit të LDK-s, dorëheqja është aspekt moral. Sipas ish deputetit të LDK-s, dorëheqja është akt moral personal dhe jo një çështje votimi, ndërsa veprimi i Abdigjikut përbën manipulim dhe hipokrizi. Lumir Abdigjiku po bën diçka që nuk e ka bërë askush deri më tash, po e qet kandidaturën e dorëheqjes në votim në kuvend. Kjo nuk është dëgjuar asnjëherë deri më tash. Dorëheqja as nuk aprovohet, as nuk refuzohet. Ajo është një akt moral personal për ta treguar përgjegjësinë për situatën në të cilën u soll LDK-ja pas zgjedhjeve të fundit. Pra Lumiri po shpik forma të reja manipulimi me dorëheqjen për të mos u dorëhequr. Ky veprim është shumë hipokrit. Në fakt kjo është një formë e re për ta manipuluar dhe mashtruar edhe kuvendin, edhe elektoratin e LDK-s. Është një fars. Qëllimi i gjithë kësaj është që ai me gjithë faktin se e ka risjell LDK në 13% të mos largohet nga pozita e kryetarit. Është shumë reale mundësia që LDK-ja me qëndrimin e Lumir Abdigjikut si kryetar të bjerë edhe më poshtë, thot Saliej. Në fund Saliej vlerëson se Lumir Abdigjiku është i kapur fort pas pozitës së kryetarit dhe po përdor sipas tij manipulime për të krijuar përshtypjen se do të dorëhiqet, por po e detyrojnë të qëndrojë. Nga kjo që po shohim, Lumir Abdigjiku jo vetëm që është i dashuruar me veten e tij, por ai është aq i dashuruar në pozitën e kryetarit, saqë ata e vështirë ta largojnë nga kjo pozitë. Pra ai po shpik makinacione për t'i mashtruar të gjithë, se ja unë ofrova dorëheqjen, por po më detyrojnë të rri, sepse nuk kam më të mirë se unë, dhe se unë nuk mund ta braktis partinë në kohët e vështira. Kjo është logjika e tij. A do ta haj kuvendi i LDK-s këtë mashtrim të Lumirit? Kjo mbetet për të parë, por nuk duhet përjashtuar as pak kjo mundësi. Lumir Abdigjiku ka vendosur që ta sjellë LDK-n deri te shuarja, ka mundësi që ta ketë edhe mision, përfundon ai.